Mirë mrama, mi që mi kesha, po takohemi prap në emisionin e radhës. E sonte e kam një misafir shumë të veçantë, e që besa edhe atraktiv në mënyrën se si i shpjegon senet. Sa që den në televizion me folë, unë njeki me pasion, sepse thot diçka. Edhe thot diçka, edhe kallëzën diçka që me marrë vesh krejt çka është ka ndodhë. E kjo është Bek Berisha. Bek, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Bek, faleminderit fillimisht edhe për kohën që ke gjetë me kanë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Me knatësinë më të madhe jeton. Bek, çusho ka shkon puna më Bek? Qa ka bëhat? Qa ka bëhat? Edhe jo si deputet i disa legislaturave. A keni menuar që situata në Kosovë ka me arë dinki deregje që po bëhen 16 herë që provohet për mu zgjidh një ngërsh edhe nuk ndodhë. Qa është ka ndodhë kështu? A në ra kush në sysh, a qa u bëhë kështu? Allah jeton, mund është me spjegu gjithë qysh, mirë po nuk e kom menu në herë që vim këtë situatë kështu, sepse në kuvend aty normal që ka mos pajtime dhe ka ide ndryshme dhe mas shumë t'i ka mos pajtime, po thuj se po që vjen puna mos me zgjidh një problem shumë të vogël. Dhe më thonë të ecës për para apo të kundërshtimeve të panevojshme ka herë, sikur ka ajo mos me votu prezencën e deputetëve. Edhe jemi një shumë keq edhe besoj që na dhe si politik ka njëherë pavarësisht ideve ato që i shtym na për para dhe si parti politike dhe aty në kundërshtimeve që i kem, ka herë duhet më menu edhe për venin, edhe për qytetarin, edhe duhet mu konsumu krejt çka është e nevojshme për më mritë një rezultat. Do më thonë që në këtë rast është veç konstituimi i kuvendit mas pare. Edhe që të zgjedhje në konë demokratike dhe u ngutën me i pranu, adin ngajshin për me i pranu lidert politik, edhe tashmës me pas zgjedhje për një qashtje që është, do më thonë me zgjedhje një kryetar të kuvendit, që këtë është e qarë, do më thonë kushtetuta kallëzon qysh. Nuk e kom menu në herë, po edhe është zotje vedisohem në herë. Bek, po menaj që me që kemi pas zgjedhjet në shkurt, apo menon që ka pak partit, kur po dalin zgjedhje, pak po egzaltohen, pak pja dhojnë hapt, edhe që me thonë, po binë bela pa e mytë kërkan. Po i dhojnë fjallë të mdoja, e mas ne i tani pe kanë pak problem mu këthy për mas. Po e zem, kryetari i AK-s, Zoti Haradinaj, ka thonë fjallë gogja, që a i ka të bazume, me siguri, sepse nuk dhe njeri në ditë për dilë, mi thonë atë lafe. Mas nej, këtë dul në natën finale, tha hajvanat. Mas nej, këtat LDK-s tanë edhe kryeministrin më najdhona nuk shkojna me ta. PDK-ja një ashtu tash, njerëz lidhen për fjale, se s'ki ku lidhësht të tërkun. Tash, apo menon edhe ti që peshtin vetën me një farë qërë sokaku edhe tani po kryohet një farë problemi që mos po ki pej fjallëve tuja ka me dalë. Kjo është vetë blokim, apo kjo është më hinë rrugë një kashe pa pik nevoje. Pa pik nevoje. Unë e besoj edhe jo mënu me bisedu me deputet, si të mos me këta kolegët e mi, mirë po nuk mu isha mja u spjegu, sepse këtu jënë grumullu edhe i nate shumë, edhe fushata ka qenë e ashpër, po kjo deklarimi i ish kryeministrit, do më thonë mas zgjedhje, kjo kur shumë i pa nevojshëm. Edhe pastaj gabimin që pe e bën opozita, që pe përcjell një dhënim Albin Kurtin. Sa ai me kas si duket i bën këto, ose e vendos një kandidat për mos me votuna. Edhe në këtë situatë, une kom besu që ka pas hapësirë për manovrim politik. Mirë, po nuk kisha me konë më biseduas, me konë më marrë vesh. Une, për shembull, e kom pas idenë që të fituarën e parë, Albin Kurtit m'ja dhonë, që të fituarën e vogël. Dhe më thonë që na me votu
kandidatin, se me kushtetut votohet kandidati i partisë, dhe më ka drejt me propozu partia e parë. Unë e kom pa aty shumë hapësirë për manovrim politik. Do më thonë për mos mu bloku aty. Po lajmi keq ka qenë kur jemi bloku na, do më thonë file kanë shpërfaq illnimin, duke mos votu mas pari prezencën. Pastaj duke mos votu kandidatën. Pastaj u bo 15 herë ose 16 herë tash që tentohet i njëjti kandidat, e që shihet që nuk ka vota. Pastaj ku degradoj situata ma shumë, kur janë nisen edhe njerëz paranësi politike, të pas zgjedhur ose familjar deputetëve me kallëzu çka duhet më bo, ose me kënd duhet më bo koalicion, ose do më thonë kjo është degradim kogja i madh. Edhe kjo, tash me shqetësimin më të madh e kom këtu që po kallëzon si na asë në kalume nuk kemi pas vedije politike, po si duket i kanë morë për krah, i kanë thonë bën qështu, bën qështu, bën qështu. Do më thonë pej qlirimit e knej, që kem pas njerë institucione që shenë konë që ashtu të ndjeshme ose fragile që thojnë, e deri me tash. Do më thonë kur këtu nuk ka pas mirë kuptim as konsensus, pa orë dikush e më na bo bashkë dyqysh si me pa na vetë heqë. Më na ka përveshë, më thonë hajde o lështu. Ose për krahi. Po, më thonë o lështu se qështu do të mja bo. E po, kjo është e dhemshme pasaj. Kësaj radhe nuk janë përzi ambasadat, asë që thëshin atje nalt, ose ata në Dragodan, ose që Association në Zyrën Amerikane. Edhe na kalon, edhe tash neve na ka dal krejta. Jo, tash ti po i ves do si u hedhshin që thëshin që unë fula me Amerike, janë do senet më shefta, mirë po nuk kanë përgjigje. Do më thonë, ata kanë rajt pej që janë kryu qëto institucionit Kosovës. Na nuk kem pas partneritet me Shtetet e Bashkume. Unë jëmë falenderus që na ka nimu për mushiru, mirë po këtu shihet që nuk ka pas partneritet, po konë një farloj diktati i nevojshëm për njerëzit që nuk kuptojnë, për njerëzit që i noti në kry, e që nuk mundet më full me një shqiptar tjetër për me zjedh një problem sa dhe të vogël. Tash kjo situatë është problematike. Për te i kësaj, se kemu këty edhe pak të kjo temë, se është, po mënej, krejt audienca, sy e veshjen, ka kjo situatë. Ajo që po duket në televizion, po duket edhe nuk len shumë hapsirë për të diskutu, po këto prapa skenat, për shemull, mbas kamera, atakohen e avla në koridora, falin me zvetja, a nalin me thonë, o zotni, për ti, a përshini që ju bom horë, po mënej, ju bjen juve më ju thonë, sepse një partia e parë. Edhe njët kishte me vlejt, si kur ju t'ishit partia e parë, më nalë pe aty në dikosh më thonë, u bot horë, bura, 5 gjedhe ma, u bom gazi botës. A komunikani për shemull? Komunikojmë ka pak mirë, po aty kryesisht një 60% deputetve jënë 3, jënë pa provoj, ka aty që menojnë që s'duhet më folë me këta tjertë. Na që e kem, do më thonë, provojen edhe jemi për një kodë gjatë aty, mundohet më folë, po ti si aleshaj, sa i trajtohet, pastaj si tradhtar, në kohë që komunikon me dikon si deputet i Kuvendit Kosovës. Kjo është gjendje mjerushme. E me konë, kush halaf aty, kush, me konë kishit mujtë për shemull, si kur po e zem Glaukua, do emna që janë, kanë kalu disa legislatura për shemull, a më njeri nalet edhe flet bura, dhe i thu, që shpjali dhe ndërë. A është marrë na, kështu mu mbledhë, që pas më tërë. Glauku nuk o dalë knejnë këtë pjesën kur rrim pak ma shlirë, hala. Dhe më thonë edhe Glauku si duket nuk përfatësën kur gjotë vetën aty, është si me diktat aty shkon në vetë vendosje. Glauku e ka pas një farë sharmi si kryetari Kuvendit. Mirë po nuk pe kryn atë detyrën e vetë më ardhe më komuniku, se për shembull Glauku i shkon i pranushëm për deputet të tjerë. Po s'ka kalu halak nej edhe nuk e di tash aja guxon mu taku me një tjerëve. Ju a keni dhënë një propozim, fitore Pacollin keni thënë që në qoftë se e propozon ose nominon partia që ka dalë para në zgjedhje,
e votojnë. Po e keni lanë disa hamendësime për disa punë të megjav. Qa u konë që ke puna megjav? Se për megja na daj ma kena pas problem. Ne e kisha votu edhe Albolenën. Bile ideja jam konë, si Albolena Haxhiu, me që ato që a përfatësën ajo kish pas mi shpërfaq vetë vendosjen. Unë ju kom thonë, kolegë dashur, hajde të votojmë Albolenën, se ka nevoj që këj popull mi pa sakt kush janë këta njerëz. Po nuk mu isha mi bindë. Po tani këto e në konë kemi lujt ka pak shto me... O konë lojra fjallës? Po lojra fjallës, se fitore pacollin, unë e me këqyrë parimet, po në situata tjash zakonshme, njeri du të më këqyrë që është me zedhë problemin. A për ndryshe si njeri, edhe si nuk kisha mujt me votu as kur kanë heq. Mirë, po kjo konë strategjike, politike, që të matë keqin, po ku përna intereson neve me anreq imazhin vetë vendosjes. Fitrej, dhe më thonë qka ju ka kap që ki ka sa vetë. Po letë kalëzën ajo, kush janë vetë vendosja, bile ajo me shumë kujdes e me fokusim, edhe me dashuri kish kalëzu sa kush o vetë vendosja dhe qësh funksionon ai brotherhood, ajo vlazëri. Interesant, po mëne nga ki kënd vështrim nuk e pas na menu edhe onë, ashta mund të merët si shembul në seancën në radhës, si shembul për një unitet edhe mja votu, mja kalu, edhe me po në të ardhme në qka për në gjanë edhe si po e menagjanë. Qashtja ishte se unë insistojsha, jepja që të fiturën e vogël, jo fiturën pasodën, po fiturën. Po. Dhe thonë, lavdin që fitoj Albin Kurti, që e gjiti Albolena Haxhiun, le të jetës ora ati 15 dit edhe të këshyrë a i ka votat për qeverisje. A i ka votat? Nuk i ka votat. Sigur? Ashti këto në popull, a i ke po edhe të deputet besa, të këta që s'ka naj njohuri ku me di qfare, thojnë se Albini ka naj strategji ose kjo është i meqëm e kjo ka logarit dishka. Po, e lënë diçka për... E lënë diçka si më shëv, diçka si ka. Ky o mitë në ta, ky zdin sot, ky edhe mi pas votat zdin që më bon. Që si ka votat, ky edhe daha ma zdin që më bon. Do më thonë, ky o mitë qashtu, si theu në okull, si thujnë. Do më thonë, unë e kom problemin që zditem na më gjinë, se pat... A peshe gabimin edhe te opozita, a? Edhe te opozita, gjithë se. Mon ti e konë pro mja votu cilin mja dhonë gjatë fitore e Piros, që të dhoj gjatë fitore në... Fitore një kësha dhonë në të voglen, po me këshyra i ka votat për qeveri, edhe pastaj, po ta shu lajmru një problem tjetër. Hajde? Na insistojshim me bo një qeveri si të opozicë. Po krejtë rasisht du LDK, ose tha tonë bashk, ose tha nasë e qesim votën as opozicë e as pozicë. Ta shi bjen që nuk i ka votat as opozita, ish opozita, as ish pozita. Dhe më thonë, ta shu lajmru një problem tjetër. Unë u gëzova njëherë, menova që Lumera Abdigjiko, po e bën koalicionin me vetë vendosjen, unë nuk e sho të djathë në LDK, unë menoj që janë një brëm, kjo këjto falës kjo që i paracitet, ka në ashtë në individ, aty që ka, do më thonë, mendime apo orientime të djatha, se këtu halo nuk jënë definu këto sanë dhe besoj që këj popull halo nuk i nje këto gjona, besa as në politik njerëzit, se lemo populli, po këta kishin pas më funksionu bashk, shumë mirë, edhe i kishin bo njerë Kosovës se që këj brum ish dal njën, ish bo bashk, edhe ish hap mundësia mu kriju diçka nacionaliste e djatë. Sepse e djatha, e ka strumbullor, edhe e ka kryesor nacionalizmin. Do më thonë, LDK, vetë vendosje, e kanë elektoratin e njejt, edhe e kanë urnekun e njejt, ka individa, dise përjashtoj mundësin që ka aty me të vërtet njërës me orientime djatha, po kishin pas e para me zhjith një problem të madhë, po e dyta kishin pas me rilind, pastaj një opozit vërtet djath, që kish pas me i luftu, kuptohet, politikisht, këtë loj urneko, që është i keqë, që ja ke poshe i rëntana herët. Në popull thuat mi ras dy zgin. Po. Jap mundësin. U balafaqu me dy partë. Deri sa LDK rrinë këton, si kur janë binomi, apo oponenca e vetë vendosje, se në fakt ta janë të njëjtë, ne nuk kemë mujt me
me triumfu ndaj këti yrneku, apo ndaj këti brumit njerëzve. E kjo bëhet me qëllim. Kur po thot njëjtë, a pengreni paralelen mes pjesës udhëhecë të LDK-s edhe të vetëvendosjes, apo po thu si tërsi, si materje? Dëgjo, Vjosa Osmani, dhe më thonë, Albin Kurti ka bo presidente, Vjosa Osmanin. Lumir Abdigjiku ka qenë minister i Albin Kurtit. Edhe këta nuk o që ideologikisht jënë shumë të ndryshëm. Ose nëse jënë, letë më kalzojnë, po unë nuk shë të djathë të LDK-ja. Ose të që kjo pjesa që, se në shtakona për katunën e kur që e ko atë vedijen edhe e bën këtë dalimin. Mirë, po unë nuk isha si të djathë. Ka të ndryshme, dhe më thonë e shetë si një materje? Si një materje, sepse jënë këta të nërmjetmit, këta që e votojnë, që i kënë shumica pe LDK-je edhe e bon kryeministra Albin Kurtin, e këta të përbashkët e kanë anti-ushqekën, e që është antinacionalja, e që është anti-e-djatha. Do më thonë, brumin LDK, e boni Albin Kurtin kryeministër me shumë vota. Edhe Vjosa Osmani. Këta janë gjajshëm, këta duhet mu bo bashkë. Edhe nuk po thomën e që janë të këqita 7 majtit. Mirë, po i shkon mirë mu definu me ditë në shka. Dika po thu, sepse anti-UQK, unë menoj, kjo është këtë individuale, se unë si jam këtu për me dho me ne, që kur flitet për UQK, unë menoj që aj që është anti-UQK, është anti këti shteti. Dhe më thonë, qitë se me që ty nuk shë i pe, dhe më thonë, kush gudzën me mendu që duhet me konë anti-UQK, për mu nuk kalën, edhe nuk kalën bashkë thjesht. Po kjo është temë tjetër. Nëse e studion pak të kalumen, deklaratat që i kanë posë, do më thonë, prej 2 onëve, del që në njëjtë, nëse e studion pak situatën. A nëse dënë vish më folë kështu Fryma, Rogovjone, vloga, era... A mo ti po thu që e ki të bazume këto, që e ka një farë... Kjo është e saktë, vish kush zdën me kuptu. Nuk po thomën e që s'kem edhe në këtë taborën kënej, pasaj që unë e quj rilindje, që s'ka njerës që ty bëndin a është i majt a i djathë, ose të kon i djathë nuk është i dëmshëm, po asa një njerë që është i majt, mirë po që këtë dalim nuk ka më bo deri sa vetë vendosje, dhe LDK të bohën bashkë një qeverisje. Bek. Ishim pas me pështu Kosovën. Me pështu nuk e di në qëfar konteksti, po e thu... Me pështu se kish pas më rilind diçka tjetër që oponenë se shtyne, e që jënë të njëjtë. Jo, ishit në zgjedhje me një koalicion të përbashkët me Nismen edhe me AK-n. Normalisht që sinonimi luftës është Haradinajt, me që jeni në një subjekt, e nisa me Haradinajt, normalisht, jenë familja e shari edhe shumë dëshmor, edhe invalid, edhe ushtar, e njerin nga ta e kom përballë. Kini kontribu pafundësisht, e unë, po të thëmë faleminderit për shfrytëzoj rastin kështu në opinion. Tani, qka është shumë rëndësi? E bot një koalicion, hinet bashkë, Qeliku me Rambon, me Dautin, me Krejt. Dhe apo menon që në për vite, ju ka penalizu që kjo në qofë se mëj me që një farë tradhëtije e vogël, se tradhëtije, s'ka shkuaj me bashkëpunu me Serbin, po ka dal nga një ide që ju e përbasht, që na i kini trumpetu gjatë zgjedhjen, që Albin Kurti, po bazonon në fjallë, që ju i kini të thonë, është e keqja këti veni. Dhe në një moment, u krejtë në zgjedhjet, dhe Fatmir Lima me 2 deputetet tjerë, tha, unë ta po shkaj, tha, për hirë të Kosovës. A i ka bot dëm qësaj që shihet të poplit që se këta në me zvetis mujnë mu razite, po raziten me neve. Në parim kjo është ndërtu si të regim në opinion. A e ka dëmtu me tej imazhin e qësaj që falëm që kjo levizje? Na e ke pas i bashkëpunim, edhe unë kur më kanë pytë që shto a një është fajtora në esan, jo, sepse unë e kom besu në atë bashkim, në atë koalicion, bashkë me plët të tjerë që në konë lista konservatore, ideali edhe plët njerëzë intelektuale që jenë përfshi në atë listë. Mu nuk mund është më thonë që ti ke gabu se unë e kom besu. Po. Tash, qa ka bo Fatmir Lima,
e ka bo një veprim që veç o dashtë më ardhë më na thonë dëgjëm. Na nuk e kem pas marrëveshje që jemi bashkë pastaj, që unë përdu më folë për deputetet, sepse na e nëzërëm fatmirlimen sinizm, ata se paten kalu pragun. Dhe më thonë, aj në listën tonë, pa shpenzime, pa kur gjonë, krejt në organizimin tonë, e në mundin tonë, po dhaj normal, po me konceptin tonë që e paten botë për bashkë, që kjo, që ta jënë e keqe e Kosovës, po dojmë marrë na edhe më përnu ma mirë, më bo ma mirë që unë personalisht e kom pa këto që i fazë kalimtare njëherë, pas taj mund do sene se këtu halas për dihet kush qka është. Edhe kë e boni atë veprimi që unë përdu më dalë, pa u konsultuhesh, përdu më dalë edhe më folë për vetë, edhe unë jam i ga që më ullë tavolin me gjithë kanë. Pas taj që aty ka ndodhë ajo ndamja, po kjo tash mi thonë tradhti është tepër, se tradhti jo kur shkon njeri edhe... Po e gjejmë një term adekuat që me përkufizu. Po nuk nejtin që ata binor që jemi konë morë vesh. Që ato vija që jeni morë vesh. Fatmirlimi përfatëson se nuk është i rinj politikë. Dhe më thonë, kë ka vepru si politika që shka funksionu pej lufte e desat. A di që jo konë bo normale na shaj fëllë qka dush, tani du të më shku më pi kafe. Asa jo nuk o normale. Po së është normale, që ta që e thamë edhe ma heret. Edhe kë ka vepru vëq në modelin e vjetër. Nego, edhe e shamja sot, se ta është i jem, është një degradim edhe shoqëror dhe një lajmëru fenomene ndryshme edhe një qërëditje popullore. Nuk është normale, jeton me sha njerin edhe ta një mullë bashkë më nejtë. Unë nuk pe kuptoj këto. Po kjo është qërëditje. Val, ose duhet me bë kujdes, mos mi do gojës, ose po e the lafin mas nej mo... Po jesim ta tani. Po jesim se nuk i, një gëmë, ti në është ta dikush, njona palë, mundet më menu që mundet më ka, po më pi kafe edhe mas ofendimeve qasaj natyre. Mirë, po që ka më bosin është haj tjetëri preket edhe nuk... Edhe tash, këtu jem të full për shtetin, tash kjo është për mi interesat, apo bindjet, apo ndjenjat emocionale, individuale. Mirë, po këtu po pëndikujnë pas taj edhe ndëm shtetin, nëse veprojmë kështu. Po nuk o pjekuri politike. Në seancën e 16, tentativa për konstruimin e kuvendit, ke kryesuesi kuvendit, Zoti Avni Dehari, e thiri 1 minutë heshtje për vëllezërit Mehaj që kanë dhonë një kontribut pashëq. Dika unë si shikus pak unë vike pak turp, sepse unë menaj që për te asaj që ka duhet na me bo për ta, për figurat që kanë dhonë jetën për këtë vend, është na me konë të harmonizu, me konë të bashku. Na mund e kalojmë dyqysh me 1 minutë heshtje. A knej pun të lugë, edhe quha me bëjmë 1 minutë heshtje. Nuk e di edhe aj, nashta, si kur t'isha konë vendin e tina, kësha thonë, se bëj dëtë, sepse peshene edhe vetë. Po që në qëfar situate jemi? Jemi dëgdise, po këshyre nderua ata të cilë të kanë rarë. është problem, jetën që kjo se na umjetën të shkuna për të gjdo varë. Po. Homazhe. Po nderimi maj madhe që aty në njerëzve, i kontribuzve, gjenerat mas gjenerate i shkonë, si kur na të këshim pas mirë kuptim, si kur na të këshim dit njerin e Kosovës si tonin, edhe pavarësisht kundërshtime politike, po më përnu për venin e kur tonë qeshtje, mi pas, do sene mi pas të paprekshme, do më thonë mi pas të respektu, mi pas hynore. E na tash e kem bo këto edhe mekanike e kem bo. Do më thonë, po, ma e 1 minutë heshtje, ta një del shko raj diçka, ta një del ofendo dikon, ta një punë keq, besa. A pove që është dulej që 700 euro të e shqitë Kosovën, rrugën 700 euro, a i me mjekrën, ja. Po, do më thonë, hiç nuk isha që ditë me pa dhe ato të bo homazhe edhe të punu për Serbi. Po nuk shkohet, se që kjo qërëditja që nga ka ndodhë neve. Këtu është përzi gjithë shka. Këtu do më thonë, është shpërnda mjegull. Qëllimi është me qërjentu edhe kjo është qërëditje. Edhe kjo nuk bëhet vetë-veteu, po këtu ndikojnë linja ndryshme, e sidomos tarmikut për me pru që situatë të mos besimit. Ti ki njerë që ti s'ke pas kur nga të res me to, që nuk përshëndetesh me to, vëq që është demek. A i menon që përfatson na i ide ose na i vizion, që a i s'din as ka ide as vizioni, pa i vëq din mës më fol me ty. Vëq që ka s'din a i.
Që kaq? Veç që kaq, dhe që tu e ko. Bek, për të kalu në tema tjera më intereson edhe një gjë. A këja si subjekt politik nuk është që si ja bën hizmetin. Jënë prezent, kanë mendim, jënë prezent në media. Pse nuk pëndodh një rritje e subjektit? Është e vërtet, na kemi pas edhe ngritje, kemi pas edhe ramje. Po kemi pas edhe suksese, kur kemi mri qeveri, kemi pas edhe gabime. Po kemi pas situata ndryshme që jemi përballë. Ka herë jemi konë fort mirë, po ka herë jemi konë nështë edhe të këqi, edhe s'kemi ditë me trajtu, pastaj ato çështjet në cilat nuk kemi konë të mirë, sepse këtu po që, sidomos tani, kur na, do më thonë, e morëm dikon edhe me 3 deputet, tash na kemi pas probleme dhe grupin parlamentar. Edhe kjo të regon që na duhet me ullë edhe me të vërtet shumë shtrut mi diskutu kogja do gjanë. A mendoni që ka orë koha më bo një reform për brenda subjektit? Po, absolut. Mas situatës e cila është kriju? Po, gjithsesi. Okej, më pëlqen një gjatë që je i hapur edhe mi thonë edhe ato, sepse të na ka fillu edhe me mungu edhe që kjo për me full për subjektin, dhe më thonë subjekti është diçka e paprekshme, hynore, edhe a ke pa kur e ndojnë mendimin, po menoj personalisht, duke orë si iftum nga një subjekt politik. Aja s'po duket shumë e natyrshme. Bek, me gjithatë, e kemi përballë dhe procesin, sepse kjo më interesën shumë si tem, jemi përballë një procesi gjyqësor në Hagë, ku si pas gjitha gjasav, pritet një vendim në fund të vitit. Që shë ke pa këtë unë pireferohem si maskaradë që ka ndodhë për këtë këto vite në Hagë, kemi dëgju opinionet të ndryshme, kanë thonë që i kanë ushqim, sepse na gjithmonë mirëmi me punë të mëdhaja, unë e kom që mu marrë me do detaje që janë interesant, për shumë kanë ushqim jo cilësor, nuk trajtohen mirë, kemi dëgju lloj-lloj rrëfime që kanë arë prej atje. Që shë sheket këtë gjë? E shoh që një padrejtësi shumë të madhe që i ka ndodhur një populli ndaj të cilit është bërë gjenocid, një populli ndaj të cilit i merren njerëzit me u përgjigj për do krime inekzistente, se nuk ka as prova as kur gjë heq, edhe e shoh si proces dhëmshëm edhe për familjet e tyne, edhe për krejt qytetarët e Kosovës, por edhe për shtetin e Kosovës. Është e vërtetë që aty po gjykohet që kjo liria jonë. Dhe më thonë, nuk janë denu njerëzit që kanë bo krime, edhe jemi konë këto ditë, se në pramverë, dhe më thonë, shkojmë e vizitojmë varrezat masakrave të panumër tana për krejtë Kosovë, me ardhë puna, me që ashim thashin e Kadri Veselin e këta. Po kjo ka qenë një padrejtësi që na ka bo Evropa njeve, e veç që ka mujt, e veç që jem dobt, edhe veç që nuk patë mirë kuptim na, se argatin e drejt që t'ja kanë bo edhe do vlazën tone, do mutrat tona, dhe më thonë domin, të arsytu si kur me inati e partijake politik, a në fakt kjo konë inat edhe argat i drejt që jo kanë bo, kogja do shqiptarë. Sepse që tu kanë marrë, që so rënd, që so, po tash ato rënd aty trajtohen se ata i këshyrin që ka të vërteta. Unë nuk dyshoj se nëse ka drejtësi që aty vjen momenti kur ata shpallën pa fajshëm, po që kam i bon që jënë do vjetë aty që i pja morin liri njerëzit. Edhe liri e drejtësi nuk është kur të vënojsh drejtësin. është fatkeqësi, është e keqe, nina keqe edhe si njerë dhe e di që plot ka njerëz në ndershëm Kosovë që e bajnë peshen e kësaj padrejtësie që në u ka bon. Për te asaj që ti ndjenë për luftën, që ka qenë vetë dhe pjesë e luftës, a beson që kanë më shpallë të pafajshëm, duke i parë thonës? Na nuk e kontestojnë pafajsin e tyne. Unë jam jurist me profesion, unë menoj që aty kanë shkojnë e shërbejnë prova, sa herë të kryen prova të vinë edhe do të reja, edhe armiku punon, edhe dërgon qëllimi është me i majtë të largë edhe me zgjatë procesi, sepse përfundimi normalisht që do t'jeti pa fajshëm. Po thu që s'ka... Këto e mi bindun. Je i bindun? Jo mi bindun këta. Mirë po, kanë mi majtë edhe ma gjatë. Unë nuk pres
bile në fund vitit që kanë me pas në i verdikt diçka, Po që kanë me zgjatë edhe ma shumë po, se kanë sigurisht, që shidi praktikat, kanë më që prova dhe tjera për mirë shqyrtu. Pastaj, që ato prova dhe sa shqyrtuan, aty shkojnë edhe 1-2 vjetë. Dhe më thonë ata punën e vetë, kush e ka njës për së mrapshti, nuk ka nevoj me denu 7 vjetë, se 7 vjetë ta monë proces. Bek, e thatë që edhe do vlezër e mutra tona kanë që informacione në mullit të armiqve. Pra po e thëmë, ju e një pjesë e disa legislatura, a ndjeni një pjesë të fajet, pse nuk e këni bo ligjin për lustracion? Dhe gjëmë, kom informacione shumë, e di që shfunksionojnë ato. Informacione na interesojnë, Bek, edhe publikë. Edhe ka dhe dokumentarë, mërë, që i kem kallëzu që shfunksionojnë, që farforme, që shregrotohen, që shponojnë, që ka bojnë, edhe ta shiki edhe po arrestohet, dhe t'ilë edhe kanë mërë gjeku. Na për një kohë gjatë kemi qenë të okupumë. Dhe më thonë, të na ka ndodhë prej një okupimi në një okupim tjetër, prej një okupim të një perandorie, në një okupim të një mbretërije pastaj, mbretëri serbokratoslovene, e deri që jam i shliru. Populli i parë si mu, populli i varfën, tani kanë gjithë forma qësh me... Deportu. Qësh me deportu edhe jenë shantazhu njerëzit, edhe sikur të bëhej një ilustracion, që do më thonë nuk është në regull njeri më menu vish për veti për këto gjona, se kjo është projekti malë pastaj. Po, për shtetin. Pastaj nuk di na kishin pas ftyra, e shdosh si në pandemi mu më shelë tona, që më bon? A është edhe njona si shkak që su bo, për shkak që kanë pas edhe pak frikë që mos pidel në ideali miqës. Po. Pidel në i të zaka. Janë edhe që tu, po tjetra është, se nana është ta kishim mujtë me ka përcy diqësh. Edhe ishim shku një farfaze, zdi qësh e kishim te i kaluna ato. Nështë ta duhet ma vonë me bo ato, mirë po edhe na nuk kemi as fuqi, as legislative fort, sepse jem ven i vogël. Edhe jem pak banor. Edhe fuqia jonë është e vogël për më bo hapa, qështu edhe me zjedhë dhe problemet kësaj natyre. Në më thonë, kejtë ambasadat, kejtë shtetet e fuqishme që nga kanë dimu, edhe që funksionojnë me shërbime sekrete, se këto njeri mu thellu e me i studiu fort të denjë shmendori shkanë. Pse po të denjë shmendori? Pse? Qatë shfell është puna? Po, qatë shfell është puna edhe e dim, dhe më thonë, ata funksionojnë si një mekanizm që shfrytëzohet edhe pe i ndërkombëtarve, dijen kush janë ata njerëz. Edhe që funksionojnë, edhe që kanë lidhet familjare, edhe ka votojnë, edhe për çfarë interesa votojnë partit ndryshme politike. Për shembull, që vish një element. O përmen, për shembull, Albin Kurti është liroj Verion. Po, mirë që e qele se e kum pas. Sikur me të vërtet të kish liru Albin Kurti Verion. Që unë e menoj si pa u përgjak fort, ky çlirimi klasik nuk ndodhë, që unë e di që është bëhet çlirimi, po edhe aty s'ke pas kënë me shliru, se i ke pas polis me uniformat Kosovë, se gjykacat e dokumentat e krejt. Mirë po, sikur te ke shliru me të vërtet. Qa ishin konë konsekuencat ati shlirimi? Albin Kurti nuk i kish morë 42%. Po sa ish marë? I kish morë 3%. Sikur me të vërtet këtë ishtë shlirimtar. Po kejt a i bysteku, që ta njerës, që to lidhjet, që to linjat, ata e din që aty shka të bëj me shlirim. Po kjo vish një ranë populiste, e cila ka mu zhvesh tani, kur të mohen zgjedhjet lokale edhe të vinë njëjtë që ata njerës, që ata në qytetarët Kosovës edhe të nëzon venat në për pozicionit e ty, në qashtu që shoko. Be, kur për takohem me njerës, po e themi qka jenë sukseset, edhe one po të pës njona nga arsyet kryesore përmendet Veriu. Veriu ka pas polici të regullt. Gjykata, prokurori... Ka polici të regullt? Po i ka, po nuk i ka të integrum që ata serbë që në qytetarët Kosovës. I ka kështu ma dëbajtun. Do më thonë, shkon ma në rënë ky polici ju, djali ose vajza pej Gjakove, shkon ma në rënë Veri. Do më thonë, nuk ka aty të venit, të zonës. Sepse ata kanë më hu.
do më thonë, nuk dojnë më konë pjesë e institucionet të Kosovës, pej që është Albin Kurti, sa ata, ligo, kur t'je shumë, kur t'ki shtet, kur ki institucione, kur ki fuqi, ti ki obligimin me umor me ato që e maj dob, që e maj vogël. E thani një moment, si kur Albin Kurti të kishë qliru veriun, i kishë marrë veç 3%. Pse bek? A nuk i dojnë qlirimtarët, apo? Ja, kur dirë dhe gjako, kur të shojnë që e ki me të vërtete, po dënë më bo diçka që asaj natyre, po ti i ki shambojt më nga për histori, kush i ka doshtë, ata që e kanë posë për i me. Dhe më thonë, nëse nisësh, pej Bajram Curris, Boletini, Azembete, Asan Prishtine, krejtë. Krejtë në vro, as pasazh nuk kanë, sa ata kanë posë me të vërtet për me shtiru. E tipi merë 42% masi u kalzove shqiptar e po të zemrën e po që do është me shtiru vereon. Do më thonë, ata krejtë e din që ata 42% që kjo konë vishë populizm, o konë ranë. O konë ranë, mashtrim... Ranë, mashtrim, optik. Po. Ura në Iber u premtu shumë, po harohen zenet. Nuk u liru. A din me që je në kuvend, a kina informat pëse su liru? Po ka mujtë më kryu në aty. Nego, kjo është ku i ka mobilizu 500 polisë e kanë rujt në zheg, jenë për zhrit atë ditë për me bo një video që so populistët dhe mek e shliru vëdherën. Se e kanë lyje, ka dosht edhe një moment i shkon ajo, si kur në TikTok bre, për me qitë TikTok një video që i hipi Albin Kurti e shliroj edhe urën tash, edhe që kash. Kjo so kur gjohiq. Nigo, kjo është e modhe edhe kjo mundet më ndiku në për mosat gjonat, njerëzve që si kuptojnë gjonat. Po qëto pëllovrat e Albin Kurti, qëto ranë, këto nuk kalojnë të une edhe të dikush që i njep ka pak qëto rrëthona. Kjo konë mashtrim mirë thati optik. Mu do që o bodi shka. Bek, na në për media për kena pak edhe të vështirë, po mënej se gjithmonë njeri ka qef mi pas të gjitha palët që janë me interes. Po subjekti vetë vendosje nuk po pranon ftesa me ardhe dhe me konë pjesë e debatit, pjesë e muhabetit. Qka pishtynë? A nuk guxojnë për partijës, apo po friksohen për realitetet, se në qofë se janë këtë qëto të arritura, pse mos me ardhë mi thonë në televizion. Me thonë, po, është kjo, është kjo, është kjo. Nuk kanë që kam me thonë. Ishtë dalë ministre, kishë morë guximin, se ata shkojnë me manual që ka duhet me thonë, janë bo 540 disa projekte, edhe i thëjke kjo moderatori. Për men me vishë 2 që aty në 500, nuk dhe kemi thonë. Nuk ka asë një projekt, për mene që ajo ura në katon temë. Në Saradran. Për një me, a u funksionalizu? Sepse aja ka një problem, kom vizitu, dhe më thonë, e ka një hyrje, po që... Dalje s'ka. Dalje s'ka. Është i farë qërë së koko, tesh është në verë. E qka u konë qëllimi, qka u konë për me lidhë që ato, ku t'ka qu që e urë? Ajo të qënë në rëhat, në botë nërmale, mësë më pas mashtrim optik, ishtë dash me të qu në rëhat, po ishtë dash edhe komuna e peq me bon asfaltin. Njëtën gjë. Jo konë bashkëpunim LDK-ve të vendosje, këtë dështima. Nuk o vishë Albin Kurti, kjo është LDK-ve të vendosje. Për projekte, shtu pa lidhe. Bek, na jem situatën e të cilën jem. Cili është versioni juj për me dalë për kësaj situate? Une nuk o që a dohet pak edhe AK-ja, që shme donë mi hangër pak fjallët edhe për hirë të venit, me lëshu pe, me shku mja vëtu, nashta se jenë pyjtje dhe që ato votat e AK-ës. Nuk besoj që jemi problemi na, edhe me gjithat ne kemi reflektu, edhe kemi thonë, po e këshim rënë e kandidatin, o kone njëta formë që ka pas qasjen Albin Kurti në momentin për kërë o zjedhë Kadri Veseli. 2014. Po, i kemi thonë, qenë rënë që kjo nuk po bëjka, që s'pëdojnë asë nësë pëdojnë më do për opozite. Rënë një kandidat që të dikush jo ma konsensual, që është ma i pranushëm për gjitha partit politike, se me gjitha kryetari kuvendit duhet me lujt një rëll, ko gjë unifikus, ma si president s'kiem. Dhe më thonë edhe se lunë rolin e vetë, me bo një qashtu, sepse kjo është për i me shumë me anshme edhe ekstreme kjo Albulena, që për mu, une nuk kom pas problem me ato.
që t'ja u matë kjeshin mërë votoja, po, adi, kjo është e jemja. Mirë po, nësë dojshim u do për opozite, kemi reflektu në 2-3 momente kemi jap zgjedhje. Po mas letrës Lumiri, do më thonë, nuk është që mo kemi edhe një opozite bashkume. A e qesëm në një situatë, hipotetikisht, ja votojmë me këto vota, sepse me votat e nismes dhe me votat e OAK-s, menoj që kalohet që këj proces edhe është në nafat kushtetus. A do të më bo fjallë mirë o bek, me thonë, Po jemi konë mërë fjallë mirë, po më folë. Po duhet mi trajtu, ose mi konsumu momentet politike kështu me renë. Na e kem bo edhe një pytje për kushtetuesen, po ashtu ka ndodhë edhe ftesa e presidentës që do të ndodhë nesër me thirë partit politike edhe me gjithë një zgjedhje. Do më thonë edhe qëto dy mundësi janë pashterë hala. A besoni në këto që ka për të gjithë një zgjidhje presidentja? Jo, nuk besoj absolutisht, sepse nuk e ka, do më thonë, atë rolin, apo autoritetin, apo qatë emrin unifikus nuk e ka, takati nuk e ka ajo. Mirë po, mundet kushtetusja gjykata se kjo pun du të mu zjedhë dhe qësh. Kjo për ndryshe ishtë dasht që shpëmenojnë aty do njerëz, kjo du të më shku pa kufi kjo punë. Mu thirë për çdo 48 orë, deri sa të hupim na shtetin, ose të na sulmën dikush. Kjo du të me pas një kufi dikur. Edhe këtu unë besoj te kushtetusja që ka me ap një verzion të vetin të thonë që, ose ka me shpjegu që 3 herë bën me u kandidu një personi njëjtë, pastaj duhet partia që e ka drejtën e propozimit me qitë një tjetër, se qështu di që shka më zjedhë. Më marë një vendim që këj vendim me kanë... A sa për që besoj në vedijen e këtyne deputetve që duhet më bon diçka edhe mjalon një fitore këti njerëjot, se nuk kem nevoj mo me identifiku as personalitetin, as veprimet, as kryt edhe këqingull komt Albin Kurti. Po na kem përgjësi tash në atjerë, se për këto për dijet qka është. Aj nuk dënë, dhe më thonë, aj nuk ki me to as bashkëpunim, as mirë kuptim, as mush më marrë vesh. Aj e ka ego në modhe, aj Kosovë nuk e she. As proceset nuk lodhet për këto. E tash, a duhet edhe na me përcjell Albin Kurtin, a duhet na më naron men që, që kjo situatë që shtu nuk shkon, hajde të bojmë një zgjedhje. Se nuk do pësohem, se na bebojmë për shtetin këtë punë. E vërtet. Kjo ke edhe... Unë e besojnë këta. Edhe kjo ke kërkesa edhe pyetja në cilën e shtrova. A mendon që është duke punu për me që venin në zgjedhje bashkë me zgjedhjet lokale? Ka shumë verzione, se unë e mas pari hezitoj edhe nuk du më mendu që Albin Kurti ka nëj strategji. Une, për veti, besoj që këj vëqë jetë në ta. U hiu me në ta. Po, kënë kofë që ka pas nëj projekt me dëmtu Kosovën, do më thonë, me largu pej meqve, mës më ndodhë kur gjo, mës më investu, më tërhek ato mjetët e investimeve kapitale e këto, kë e ka bo, kë e ka mri qëllimin e vetë. Pare kanë bo Dormishi, Roseta, Martini, Albini, kajtë këta meren që janë që për përmenet, peci besa. Ora shumë, po. Këj ka kry ato të vetat. Këj tash o jetë, ose ju ka këput komunikimi mo. Nuk i thujnë tash ti për me thellu krizën duhet më bo qështu, unë përmenoj se ati ju ka këput komunikimi, tash kjo jetë kështu, mo s'din që më bo. S'din që ka me bo. Po dej që tu ka bo bëllë. Për koni ka bo nuk e di, po qëto janë që e kanë zhrytë Kosovën do probleme që nuk e di për sa kona një qeverisje e mire, e normale, ka mirë kuperu këto dome që ja ka po Kosovës. Bek, jeta e qytetarëve në Kosovë është vështirësu. Dhe më thonë, dikush të lufta nuk rahin, dikush të enin, gjithë ka, e nasë qytetarë dhe që ka dim të ke fundet. Qështë në thonë edhe besojmë. Rryma nga ka shtritu për 16,1%, është hera e tretë në qofë se s'ga bëj që shtritohet Rryma. Unë bashkë me qytetarët isha pjesë e protestës. Nuk pa shumë deputet Bek. Unë jëmë konë në atë protestë. Për që ta e thash që nuk pa shumë deputet. Se kënë 2-3, me që e njëse jo, ke Najt Hasani, Veton Berisha, këta që për më kujtojnë që... Her pas here ka marrë pjesë. Unë jëmë konë të paren. Po. Une
jam shku me të vërtet më brengosa e punë, edhe për qytetarin, po edhe për veti si qytetarin. Se aty gjithë kush duhet më shku për veti, e më bo shumë me zjedhat atë problem. Mirë po, që ka ndodhe aty? Unë i shisha organizatorët, edhe shisha një Dibran Hoxhen, me një grupë vetin, cilët ishin hi në atë protest për mja hup kuptimin, se kërënin ke parola ke koshti Kosovës nuk koj qeveris, dika, di kësho vetë vendosjes. Edhe ata si duket kanë pas për qëllim për me qërientu popullin, edhe ja kanë arrit qëllimit. Edhe besoj që Albin Kurti, në qëto, sidomos bilin këto organizime, nuk e len pa e që dikon për me prish, sepse ajo është i vetëdijshëm se pak nasit e qytetarve, ani që s'kanë morë pjesë deputet, opozitar, unë jëmë shku vishë me këshyrë që është përshvillohet, edhe i kam i vedintu qëto probleme. Po Albin Kurti e din si që kjo është pak nasi e vërtet, edhe që kjo mundet me rëdzu edhe me shliru Kosovën për kësoj qeverisje dëpt. Sepse kjo është rezultat i mos punës, apo i punëve të këqia qeverisë Kosovës. Këta dyshohet, po s'dyshohet të që ka argumente bolë si jënë të vjedhë në energji. Qeverisja Albin Kurtit emnat përveshëm edhe të ju pri Albin Kurti e Martin Berisha. Edhe qytetari Kosovës duhet me ditë, nuk ka lidhje as me ZRE, se ZRE është agjencion i institucionet të Kosovës, dhe më dhoni kuvendit Kosovës. E ti ta kanë rritë çmimin disa herë, edhe pëthuhet që ka më rritë prapë. Edhe na pe sulmujmë ZRE-n, ose që i përjashtuam, apo dhanë dërheqe këta të ZRE-s. Kush o fajtori pasaj? Pra po është qeveria e Kosovës, Albin Kurti, me 48 deputet që i ka. Kur rritën çmimet, është problem mu ullë çmimet. Si pas të a problem mu ullë çmimi i rrymes? Po, këto unë të thash, një qeverisje e mirë kam kohë gjatë vynë për me i sanu që to probleme që i ka shkaktu që këtë qeveri. Ka shkon një kohë, po me vullnetin e mirë edhe deputetve edhe të njerëzve të një qeverisje normale në Kosovë, kish mujt me stabilizuat parë. Sepse na në fund funit nuk jemi të shkputën pe balkonit e pe bose, pe shtyne shmime, shtyne shteteve për rreth. Pse ka nevoj vishë në Kosovë me pagu 100% ma shumë rrymen? Edhe që kam bënë për shtypje, populli Kosovë mos me kuptu që s'duhet me pranu, me pagu, se në fund funit ata kanë marrë, ata të rrymë se me t'i morë pare të shpe. Po, pa diskutim. Se cilët pe neve, pse nuk e kanë kuptu këtë situatë? Edhe nuk luft kjo as për pushtet, as për kujton, luft për mbjetjes. Para ta edhe e kom përkra këtë iniciativë. Po, i kom po edhe format që shkanë diku që me zhbon, që ati dhënim me qërjentu. Këto e kanë diku po, që kjo Deona Mihajli me Albin Kurti. Me që jenë atë Deona Mihajli edhe që me që vjen nga pjesa maton kufinit nga Shqipëria, me 11 maj patëm zgjedhje në Shqipëni, atje kësaj radhe lëvizjave të vendosje nuk morë pjesë. Gjë që në bazë të asaj që kemi pa dhe zoti Kurti që ka shtetësinë e Shqipërisë nuk ishte për të votu dhe nuk garoj në këto zgjedhje. Për të rikujtu si naracion, ideja është të gjithë liderët botëror, para se me hyjë në emision e pash Macron, Melon, veç kështin fillu mi bo urimet e përzemër të Zotit Rama për një fitore të jashtëzakonshme, po që nga qeveria Kosovës aktuale, që është, në detyrë nuk e pam një urim të tillë që shkojnë në drejtim të Ramës, po këtë kjo ka një qëllim. Erdhen me idenë në pushtet për mu bashku me Shqipninë. Çka u bo të në kjo urejtë tash në raport me Shqipninë? Kjo o konë vish mja u lykryt me akull popullit me qëto parollat e mdhaja të bashkimit kombëtar, se nuk ka shqiptar që edhe që nuk e din qësh vim të që e pika, po qësh realizohet bashkimi kombëtar, nuk ka shqiptar që nuk e dën ato. Se jemi rritë qashtu, jemi eduku qashtu. Kjo ardhë me parolla nacionalistët bashkimit kombëtar, a kë nacionaliste, kur të thëmë, është e kundërta e internacionales që e ka i rnek Albin Kurti se kjo është komunist.
Dhe më thonë, ky nuk lodhet për bashkimin e një populli. Ky internacionalja e që është ku ka komunist, që ata i ka vllazën. Unë si nacionalist menoj që e kom vlla këtë të Shqipnis, a i menoj që e ka vlla ato në Spanjë ose në Greqi dikun, ose në Serbi ose. Që kjo është ajo që na dallon internacionalin me nacionalistat, apo të majten me djathten, apo qëtojnë ato elementet që nuk i shohin disa njerëz. Për ndryshe edhe unë e kom në shtetësi të Shqipërisë, që e kom marrë edhe nuk shkoj me votu në Shqipëni, sepse më duket që pjo përzihna një populli që ka më jetu me qëta njerëz, më shku une mi animu dikuj që nështë i bje keq dikuj tjetër, se nuk jem koshient për situatën që farë ndodhë atje, edhe për ndryshe ka fitu e Roma për hajre kofti, shala jes puna marë. Si kur kish fitu Berisha, prap vlla e kem e për hajre i koft. Po, sepse nuk është mirë më ndiku, sepse ata i din që i kanë punë të veta. Vllazën i kam, unë e menoj për i me që duhet me bashku me Shqipnin, po për i me mu bashku. Jo me rajt poplin që po du më bashku e tani më këshyr më bo tjera gjona. Kjo Albin Kurti po, e ka kesh përdor këtë term apo këtë ide, e ka kesh përdor kesh, që ta shti jemi arë një situatë që edhe më dash dikush më luftu për bashkim kombëtar, me thonë, ja, marlese edhe ti rranë si ajtë. Qëllimi o konë me pru që tu, të mos besimin dërmjet neve. Bek, faleminderit shumë për kohën që e gjete. Faleminderit edhe për juve, edhe i përshëndes gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe për hajru koftë edhe njerë aty në Shqipëni, inshallah jo e s'puna marë. Për neve ke shumë kënaqësi dhe mi trajtu disa tema nga një kënd vështrim tjetër e marrafsh edhe mos me i bo të komplikushme për publikun. Thjeshta, sa ma thjesht. Sa ma thjesht. Edhe shkull Shqip. Shkull Shqip. Ashtu që është mervesh një. Shkull Shqip, faleminderit. Faleminderit shumë. Me që mi kesha, dhe në emisionin tjetër, mirë pafshëm.